po nuk I kemi këtu me ne. Janë të angazhu me diçka tjetër. Neve, elhamdulillah, në ka uzu Allahu subhanahu wa ta'ala dhe duhet jemi falenderues dhe mirë njohës. Tregohet, profeti jon sallallahu alaihi wasallam ka qenë shumë I dashur me njerëzit, shumë I komunikueshëm. Tregohet një ditë për ditë e merr Muadhin ibn Xhebelin. Muadhi ibn Xhebeli ishte një djalosh në atë kohë. E merr brodore dhe I thotë, unë të dua shumë ty o Muadh. Edhe vëllezër e motra Muadhi ibn Xhebeli ka vdekur në moshën 33 vjeç. Nuk ka jetuar shumë prapë në Islam, 33 vjeç ka ndëruar jetë. Por ishte njeriu që dinte më shumë për hallalin dhe haramin. Pra, ja kushtoi jetën e vet fesë, duke mësuar për fe. E ishte ai që u përgëzu nga goja e profetit me xhenetin. Sa Muadh ibn Xhebeli do të jetë në xhenet. E merr për dorë profeti sallallahu alaihi wasallam dhe I thotë, unë të dua shumë ty o Muadh. Kur të jesh në namaz, bëj këtë dua. Edhe unë du bashkërisht me ju që ta mësojmë këtë dua, këtë lutje, tre fjalia. Çfarë I thotë Muadhi, profeti alayhis salam? I thotë, Allahumme a'inni ala dhikrike wa shukrike wa husni ibadetike. O Allah më ndihmo, kur mos ta harrojmë Zotin, me ndihmën e Zotit bëj çdo gjë. O Allah më ndihmo që të përmend kur kujtoj ty. Pra me kujtu Zotin. Edhe me këtë namaz që falim ne e kujtojmë Allahun. Edhe kur jemi agjërueshëm e kujtojmë Zotin, bëjmë dhikr. Kur bën dua, je duke e kujtu Zotin. Edhe kur jep sadaka e kështu me radhë, veprat e mira, je duke e kujtu Allahun sepse e bën për hatër Zotit dhe e përmend Zotin. Dhe se vapin mos mas çdo vepër e jona e ka kur ne e kujtojmë Allahun. Kur e kujtojmë Zotin e gjithësisë. E para pra me përmend dhe me kujtu Zotin. Si që dim kur hajmë bukë pushimin me bismillah, kur pijmë me bismillah, me dorën e djathtë, janë gjëra të vogla, por kanë vlerë dhe sevap tek Zoti I gjithësisë. E dyta I thotë, wa shukrike, me falendëru Allahun, me falendëru Zotin. Kjo vëllezër besimtar shumë e rëndësishme. Gjejmë shumë herë në Kur'an, pak nga njerëzit falenderojnë. Pak nga njerëzit falenderojnë. Pra të jemi falendërues, elhamdulillah. Mosisht thonja sa më shpesh këtë fjalë, elhamdulillah. Të erdhi mirësi, falenderoj Zotin. Falenderoj Allah. Madhëgët, elhamdulillah. Dhe mirësitë e Zotit janë shumëta. Dhe e treta që mos me zjat, I thotë, wa husni ibadeti, edhe ta adhuroj në formë sa më të mirë. Kur ta bëjmë një adhurim vëllezër dhe motra, ta bëjmë në formë sa më të mirë. Formë sa më të mirë. Sepse ne po e bëjmë për hatër Zotit. Pra këtë adhurim, këtë namaz, pra dhikrin, duan, lutin, agjërimin e shumë radhë, mundohet me përsos, me përkry, në formën më të mirë. Dikush mund thotë, po unë nuk arrit dot. Përpishu. Pra që ta bëjmë, kur ta bëjmë diçka, ta dijmë me zemër. T'jetë zemra prezent, t'jetë mendja. Prandaj këto janë tre këshilla që I dha profeti jon Muadh ibn Xhebeli. Që dhe ne këtë dua, këtë lutje mund ta bëjmë edhe shqip vëllezër. O Zot më ndihmo të përmend ty, të kujtoj ty, falenderoj ty dhe të adhuroj në formën sa më të mirë. Vallai këtë hajri, këtë mirësia është tek ajo që ka këshillu profeti jon sallallahu alaihi wasallam. Nëse doni që të keni një jetë mirë në këtë botë, duhet kapemi mas Kuranit edhe mas asaj që ka këshillu profeti jon alaihi salatu wasalam. Zoti ju shpërblet, Zoti e pranon. Inshallah na bëj Zoti nga ata njerëz që përfitojnë nga këshillat edhe nga fjalët e mira.